nga rezultatet e rinumërimit po shihet që ka një diskrepancë ose një mospërputhje të mëdha të rezultateve mes atyre të numërimit dhe tash të rinumërimit, që ka rezultuar me një minus të madh të vota për disa kandidat, që sipas bindjes tonë me të drejtë dhe opinioni dyshon që bëhet fjalë për një manipulim të madh të procesit të votimit. Është mirë që prokuroria në regionin e Prizrenit dje ka autorizuar policinë që të mbledhë informatat fillestare, pastaj mbas edhe të marrë vendim për fillim të hetimeve dhe ta trajtojë këtë çështje deri në fund. Është mirë që përgjegjësit për këto manipulime të identifikohen dhe të vuhen para drejtësisë. Natyrisht që nuk është e mjaftueshme të dënohen vetëm ata persona të cilët i kanë manipulu këto rezultate. Kur them manipulu e kam fjalën me të cilët i kanë regjistru votat ose i kanë numëru votat, por duhet që para drejtësisë të vuhen edhe personat të cilët i kanë urdhëruar ose i kanë porosit këto rezultate, duke pas parasysh se ata kanë punuar, pra komisionerët ose zyrtarët kanë punuar për një interes të dikujna. Dhe është krejt e palogjikshme që vetëm këta të merren para përgjegjësisë penale e jo personat të cilët kanë pas interes nga këto deformime të rezultateve zgjedhore. Ligji për këtë vepër penale ka parapa dënim deri në 5 vite burgim, është nëni 216 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili parashef falsifikimin e rezultateve të votimit si vepër e veçantë penale. Mendoj që hetimet duhet të shtrihen edhe, siç e thash, edhe ndaj personave të cilët eventualisht kanë porosit ose kanë urdhëruar ose i kanë diktu këto rezultate, çfarë do forme qofshin ata. Mbetet në detyrën e prokurorisë që ti gjej mënyrat se si. Unë mendoj që edhe për personat të cilët janë urdhëruesit e këtyne manipulimeve, ka elementet mjaftueshme për veprën penale, shtytjen e veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit, pra njëra prej formave të bashkëkryerjes së veprës penale ose ndonjë vepër tjetër penale, siç është dhënia ose marrja e rishfetit ose ndonjë vepër tjetër penale, varësisht prej të gjetarave të prokurorisë.